Fillon pastrimi i shtëpisë pas 3 javësh me pushime, edhe të lëvizim dhe bredin e vitit 3 nuk i bëra tani, por tani i përgatita të gjitha videot edhe mundem që t'i postoj. Në fillim punët fillojnë duke marrur një buqet me lule të freskëta, masollën, edhe ta vendosim në qendër të kuzhinës, që të na zbukuroj pak ditën, darkën, në fakt se ishte darkë, kur erdhi shoqëria të na vizitojnë, dhe të mundemi të bëjmë punët me rehat duke parë këto ngjyra të bukura. Shkuam në supermarket, siç mund të shikoni sa erdhëm, se nuk ishim as edhe gjë në frigorifer, pas 3 javësh çfarë do kishim. I rregullova të gjitha gjërat që blem në supermarket, edhe pastaj këtu bëhej një çik nami. Jo se e kisha lënë shtëpinë kështu kurika, por kur erdhëm, këto ishin në rrobat që kishte lënë burri, sa ai ku më vonë nga mua me pushime, edhe ç'bën, i lani than, edhe pastaj ja i ndër që të mos i kurosi, edhe që të mos i ketë të zhurburoshra, i ndër në për karrike të jenë të gatshme. Kështu, këtë patent përdor burri tim, po. Tani, erdhi radha që të lëvizim edhe të gjitha kupat që përdorja për festat e fund vitit, tu themi mirupafshim deri vitin tjetër, edhe t'i çojmë tek dollapi lart që të mos i kemi në përkëmbë, e në përduar. Ditën e parë gatova ca karkaleca me pilafë, gatimi shpejt edhe i lehtë se kisha gjitha ato punë për të bërë. Edhe siç u thashë, shtëpinë jo se e kisha lënë altys, rëmuje, kurika, por duke sjellur valicë burri, e bënej nami vetëm me gjërat që ishin në për shtëpi, edhe pastaj ajo bë një punë, jo bë punën tjetër, kuptohet se si bëhet shtëpia derisa ta vësh një çik në një vijë. I pastro këto pjatat ishin që bëm nga mëngjesi, po pjata bëhen në mëngjes, në drekë, në darkë, mos e pyesni. 500 herë. Po e pastroja avash kuzhinën. Kjo është pjesa e parë, kam edhe pjesë të dytë, se kisha të gjitha dekoret e fund e festave që duheshin lëvizur, por bëne një çik nami edhe i fillova të gjitha me radhë, siç mund të shikoni. Vendosa frutat që bleva në supermarket, edhe fillova të bëj me këtë sprej, të pastroj, të rregulloj, por do prisim përpara tu që ta shikoni të gjithë kuzhinën të pastër. Na ra dhe borë në darkë.